Përshëndetje shikues të nderuar. Para se të fillojmë për një recept shumë të mirë, shumë të vjetër, të cilën ma kalon amanet vjera jame, po ma merr mendja që është sipas emrit që quhet çorbë me sheria, është një çorbë turke, të cilën ajo e ka përgatitur zakonisht për Bajram. Por, para se të fillojmë me përgatitur ato, unë po përgatis një supë për fetos, edhe këto të perimeve, për arsye se sigurisht do të më freskon dhe do të ma gjatë derisa të përgatis gjana tjera. Gjithashtu në emisionin ton kemi edhe një recetë tjetër, ujin e kamelotit, i cili po ashtu na ka sjell aparatin, i cili është jashtëzakonisht i mirë dhe është shumë ekonomik dhe që është ma më rëndësi, është uj, nuk e di, a do të gjeni diku në treg uj ma të pastër se sa nëse e përdor një aparatin e kamelotit. Prandaj, unë sot për përgatis supën edhe me uj. Se nëse kemi aparatin, sigurisht që tashti dirisht mundem të përdorim edhe ujin e qeshmes për zirjet, i cili është i filtrum dhe i pastër dhe shumë i mirë. Si që dini, këtu supën e veni në ujë të ftoftë dhe përzini mirë dhe kur të vlan pastaj e leni edhe 5 deri në 7 minuta të vdohur. Dhe më thonë e keni edhe udhëzimin mbrapa dhe duhet t'i përmbahani strikt ati udhëzimin. Dhe ta shëmbuloni derisa të vlan dhe pastaj e zini kur të vlan edhe 5 minuta dhe në shtonë. Dhe pra tash po fillojmë me përgatitjen e çorbës vjetër. Kjo çorbë quhet çorbë me sheria dhe kur kam ardhur në nuset prej Stogët në Prishtinë dhe dëshin me ardhë familja ime në musafir dhe vjera eme për me bo një supë jashtëzakonisht mirë, dhe zakonisht këtë çorbë e rujke me bo kur vishin musafir të veçantë. Edhe asa po du me bo tani çorbë me sheria. Unë nuk e dishna që ajo në sheria dhe me ndova ku me ditë se qka, kurse ajo i quan të këto fiden që i thejmi ne çorbë me sheria, dhe me thonë çorbë me fide. Por është një përgatitje më ndrysh të cilën unë do t'ju tregoj. Edhe do të fillojmë gradualisht me qka ju nevojitet. Për këtë çorbë ju nevojitet 2 kilogrami mesht pulës ose të viqët, një gjysmë qepet vogël, 2 deri në 3 grusht fide ose sheria, si të direme, një gotë kos, një vej, pak miell, kryp, biber, kuq, biber zi dhe kështu me radhë. Prandaj po fillojmë me përgatitjen. Fillimisht të merrni qit një pak vaj në të nxjerrë. I veni qep për t'i fërguar pak. Për me marrë qepët para se t'i fërgoni për çdo gjellë, për me marrë atë shijen e mirë dhe me uzbut, mos me mbet ashtu në përgjellë më vrejt, zakonisht gjithmonë ja veni pak krip. Këtë rast po e vejmë kripën e euronit. Dhe atëra kur t'i veni krip qepëve të fërgu, zbuten dhe ka një shije më të mirë. Pastaj, pasi që janë skuqur pak qepët, e veni mishin. E unin pak temperaturën dhe e veni kështu të përgohen pak për një 5 deri në 10 minuta. Dhe tani pas të shpërgu pak mishi. Pak tepër. Pak piper të zi. Dhe kësaj tash jashtojmë një lugë miell. Dhe pas është përgu pak mieli, atër jashtojmë një lugë vogël piper, kuq. Dhe më thonë, nuk duhet me pas atë ngjyrën e çorbës shumë të mbëllë, vetëm pak sa me ja thy atë ngjyrën e bardhë, dhe më thonë, sepse bëhet edhe me kos, edhe sa me fitu ashtu një ngjyrë pembe. Dhe pasi kemi përgu të gjitha këto, i shtojmë ujë. Sa knaqësi, tani që mundem me përdor ujin e filtrum edhe për gjellë.
Tash të qëjmë temperaturën më nalt dhe lojmë me marë valë. Kësaj, sa për heshi dhe shëndet, ja shtoni një gjethe dafinës, mjafton, sa me jep një erë të mirë. Dhe tash, pasi që të vlonë kjo, ja shtojmë fidën, apo si që thështë e vjera e me shërijat. Tënë do të me prit me vlu kur t'ja shtojmë shërijat. Zakonisht supave tjera, ju qesim shumë pak, do më thonë një luk, dy kështu fide, por kjo e kërkon me qenë pak me trash. Do më thonë, prafërsisht dikon për 1 litër ujë veni 4 luk plot fide ose 2 grushta. Po tashti me grushta nuk po mune me matë që dikush e ka matë mdhej, dikush matë vogël, po prafërsisht ashtu i bane. Do më thonë, duhet me pas pak ma shumë fide se zakonisht që i vejmë supave tjera. Edhe këto kështu e përzim mirë. Dhe i bojmë gati këndej një gotë kos dhe një vej. Këto i tunim shumë mirë. Tash, masi po plan. Ja shtojmë nga dalë kosin me vej. E ullim temperaturën në minimum, e mbulojmë dhe e lojmë kështu të zihen bashkarit të gjithat 10 minuta. Dhe që konsideruar tani çorba është gati, mundem me shymë dhe me servu. Si zakonisht me borën, gjithmonë mundem me punu lehtë edhe shlirë. Dhe ja shikus të nderuar një qorbë shumë të vjetër prishtinase, të cilën e përgatis të vjera ime zakonisht për ditën e Bajramit. Dhe unë e sot shfrytëzoj shikus të nderuar me këtë qorbë të vjetër dhe të mirë, që ju uroj me fat Bajrami, duke ju dëshiruar sofrën plot, shëndet dhe bereqet juve dhe familjeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mirë.